Faleminderit shumë, Gazmend, jam i nderuar që jam pjesë e Prishtina Talks. I kam përcjell një pjesë konsiderueshme të bashkëbisedimit me Prishtina Talks, edhe sot më vjen shumë mirë dhe jam i nderuar që jam këtu. Ashtu që siç tha edhe Gazi, Gazmendi, kemi me fol për një temë që realisht na mundon gjithëve, po që është shumë e gjanë. Unë jam mundu me përmbledh, kështu që besoj që për 3 orë e gjys e përfundojmë. Dilema është, tash nëse bazohemi te titulli, i kemi disa pjesë përbërëse të titullit. E para është që kjo pjesa e parë midis shpalljes edhe modernitetit, ku po aludojmë në një farë hapësire që ekziston mes këtyre dyjave. Të mirëmi vesh në fillim se jemi të folë për shpalljen islame, edhe njerëzit me cilët po flas, duke përfshirë edhe veten, jemi besimtar. Edhe prej fillimit ta kemi parasysh këtë punë. Tash, nëse flasim për një mjedis, për një hapësirë mes shpalljes edhe modernitetit, kjo tregon që aty ka një farë lloj tensioni, një farë lloj ankthi, nëse mundna me e quajt. Që kjo është e para. Pjesa e dytë e titullit tregon për diçka tjetër, që prapë do lidhet me pjesën e parë, është rrugtimi i dijes islame. E kemi quajtur dije islame për me qenë më gjithë përfshirëse, sa ajo që kam e fol sot ka me qenë një farë lloj paraqitje, një farë lloj panorame, një farë lloj maps, nuk ka me qenë një fokusim të një shkencë islame, të një mendim islam, të një medhheb islam, po një farë lloj pamje panoramike, kështu pavarësisht se çka besoj unë apo çka besoni ju. Qëllimi ka me qenë shumë shkurt, se koha është shumë e shkurt, unë thash 3 orë, po besoj që brenda 50 minuta kam mundu me përmbledh që të pamjen panoramike dhe që të udhëtimin e shkencave islame në periudhën klasike. Kur flas për periudhën klasike, kam fjalën për periudhën paramoderne, e modernitetit nëse marrim parasysh zhvillimet e shekullit 15-16, pra po flasim për periudhën për perëndimin, për Evropën, po flasim për periudhën para shekullit 16-17, për islamin, unë me fol ndoshta deri në shekullin e 18 për periudhën klasike. Kështu që ky sa i përket sqarimit të parë. Po para se me fol për shkencat në përgjithësi shkencat islame dhe zhvillimin e dijes islame, kisha pas qef me ndjej pak çka do të thot shkenca, me diskutu pak atë në shtratin mbi të cilat janë ndërtu shkencat islame. Janë ndërtu medhhebet islame. Medhhebet e fikut, kelamit, të akides, nëse mundna me thonë, të filozofisë, edhe të shkencave tjera. Pra, nuk po kam dëshirë me jep informacione, përpara i kemi thonë Wikipedias, tash të AI-s, për arsye se ju besoj që jeni më të zotë se unë, me hy në Gemini ose në ChatGPT edhe me kërku, po kam dëshirë me ndjej pak atë nevojen, domosdoshmërinë, krizën, ankthin, këtë të fjalë që të shtyn në bën diçka. Edhe që i kanë shtyr muslimanët me zhvillu këto shkencat islame. Se qëllimi është që ankthi, që dilema është diçka që na shoqëron edhe neve sot. Ajo çka po kam qef me pa është duke e pa që në shtratin, duke e ndjer rëndësinë e kësaj pune, edhe duke e ndjer që shkencat islame, dija islame nuk është zhvillu si diçka hobi. Domethënë të mirë mi ka pak kështu me shkenca islame dhe të vazhdojmë ju ka qenë shumë ekzistenciale dhe vazhdon me qenë shumë ekzistenciale për neve musliman. Kështu që e kam zgjedhur me fol për 3 shoke, nëse mund të quajmë kështu, 3 goditje, shoke, besojnë shocks në anglisht, të cilat unë i kam quajtur kështu shok, për me ndjeç ato, të cilat kanë qenë ka shumë tjera, mi po i kam përzgjedhur si 3, mundu mi sistematizu, edhe mbas tyre pastaj mundna me fol për dijet islame në përgjithësi. Tash, nëse u thojmë pak në kohë, nëse kthehemi mbrapa, edhe paramendojmë veten në 2 periudha historike për një moment. Të kthehemi për shembull në veç të sqarojmë disa para se me bë këta. Kalendari islamik, kalendari hijri fillon vitin 0 ka hijretin, shpërngulin e pejgamberit alayhis salam prej Mekës në Medinë. Kjo është data 0. Edhe paramendojnë vetin në vitin 7 hijri, ose 6, së është më rëndësi, edhe jetonin në Medinë, nëse e keni pas këtë fat.
edhe e keni një hall, një dert, e keni një pyetje cilës nuk po mundi më dhon përgjigje sa i përket jetimit edhe jetësimit të fetarisë dhe besimit islam. Edhe puna e parë që të bjen mend, edhe që mundesh me e bën në shekullin në vitin 7, 6, 5, 8 të vitit Hijri në Medinë është me shku te xhamia pejgamberit alayhis salam edhe më thonë ja Rasulullah, çu shoh kjo çështje. Edhe në atë moment ose merr përgjigjen prej pejgamberit alayhis salam, ose zbret një ajet, ose ndodh një diçka që t'jepet përgjigje. Se në kuptimin fetar të fjalës, në kuptimin islam të fjalës, është një burim, është një shpallje, në këtë rast Kurani, edhe është një njeri që është sikur ne mirë po është përfaqësues, edhe është ai i cili na sqaron edhe jeton vetë që të shpallin, që të thirrin e krijuesit, për krijesat e tij. Edhe në këtë rast është shumë e thjeshtë përgjigja. Ja Rasulullah, çu shoh që kjo çështje, edhe t'jepet përgjigje aty ose të thot prit derisa të zbret një ajet. Është shumë e qartë. Po paramendoj në vetën 4 vjet më vonë, 5 vjet më vonë, kur pejgamberi alayhis salam është nda nga kjo jetë. Ka ndru jetë. E keni hall, një dert, një çështje, qoftë kur e kam fjalën për hall dert, nuk e kam fjalën vetëm për hall dert të thjeshta kështu të përditshme, po prej atyre më të thjeshta të përditshme deri tek ato më të komplikuara, ekonomike, politike, filozofike. Edhe ki pyetjen, themi pyetjen e njëjtë. Nuk e ki ma këtë mundësi me shku me thonë ja Rasulullah, çu shoh ç'kjo po. Pra, është një falloj vetmie që ekziston në çdo farë situate, pas ndarjes nga kjo jetë e pejgamberit alayhis salam. Mirë po, pyetjen që e ki duhet me marrë një përgjigje. Përderisa ne jemi ata të cilët na ka shpall thirrja e Zotit, edhe jemi përgjegjës për këtë punë, kemi besu. Atëherë pyetjet që i kemi në lidhje me jetimin e fesë tonë, besimit tonë, duhet me pas një përgjigje. Pra, përderisa ka jetu pejgamberi selam në këtë botë, edhe ka përçu mesazhin e Zotit Madhëshëm, përgjigjet kanë qenë më të lehta relativisht, po them. Jo sprova më lehtë, përgjigjet kanë qenë më të lehta me i marr. Se mundesh me marr përgjigjen dhe mos më besu. Po pas ndarjes së tij nga kjo botë, ne jemi pak të vetmuar. Për arsye se përballja jon me shpalljen, edhe me një problem, një hall, një dert, me jetën përgjithësi, nuk është më përgjigja drejt për drejt. Kërkon një diçka që në terminologjinë e shkencave fetare islame e ka emrin ijtihad. Që vjen për fjalës jehede, i për këtë shqip është shumë bukur, thot mund, mu mundu. Pra, shqip është bukur se fjala mu mundu me bë diçka, është edhe me të mundu diçka. Pra, kur të mundon diçka, që kjo shokë që fola shoku i parë, kur të mundon diçka nga brenda, mundosh me ja gjetë përgjigjen. Edhe mundi është pastaj ajo që pason. Ijtihad është çka? Kur e ki një pikpyetje, edhe mundosh me ja gjetë përgjigjen, edhe nuk e ki atë i cili e ka përgjigjen, për arsye se sa shpon mesin tonë. Por e mira e kësaj pune është që mos prezenca e tij fizike apo ndarja e tij fizike nuk do të thonë që ne nuk kemi kur gjë prej asaj trashëgimie profetike, nëse mundem të them. Se e kemi shpalljen e Zotit, Kur'anin edhe Sunetin e pejgamberit alayhis salam. E tash ajo përballja jonë është përballje me tekstin këtë rast. Me Kur'anin edhe me Sunetin. Edhe që kjo përballja jonë edhe mundimi që na shkakton, edhe mundi për me zgjidhur çit problem, pra ka emrin ijtihad. Për çit hapësirën që po flas mes teje dhe tekstit, janë dy hapësira që unë e kam thujt hapësirë, tash për me shpjegu më mirë se ne domosdoshmërisht mundam me thujt hapësirë, mundam me mërtu që të qysh. Është një hapësirë mes tekstit, mes Kuranit, Sunetit, ta marrim tekst ju them dy javë. Nas i thonë në gjuhën arabe. Mes nasit, pra mes tekstit, shpalljes, edhe mes teje. Se jo çdo sen që e merr edhe lexon prej tekstit, prej Kuranit, është një farë lloj mendimi gabun që kanë herë ne këtë bojna, mendojna që duke e lexuar ajetin e kena kuptuar çka po thot. Ku duke e lexuar hadithin, mendojna që leximi i tina është i mjaftueshëm pse ti po e lexon hadithin, po e lexon ajetin edhe po e kupton. Kjo është një iluzion.
Për arsye se ti, i cili po e lexon çat tekst, je një njeri që nga fëmijëria jote, e deri tek momenti kur po e lexon çat ajet ose çat hadith, je i rritun, je i brymosur, je i ekspozuar ndaj mendimeve, kulturave, mësimeve, cytjeve të ndryshme që ekzistojnë brenda teje, edhe ti kur e lexon me krejt ato. Për çata një njeri i cili lexon një tekst prej Afrikës Veriore, edhe njëri prej Amerikës Veriore ka dallim. Teksti është i njëjtë, po personi që e lexon nuk është i njëjtë. Kjo është e para, më është një hapësirë mes teje dhe tekstit, mos ta largojnë iluzionin që po unë marr e lexoj hadithin edhe ta japi përgjigjen për këtë çështje. Jo, nuk është kaq e thjeshtë. Është shumë e komplikuar se sa kaq. Edhe dyta hapësira është hapësira mes tekstit, që në këtë rast është Kurani dhe Suneti që janë të kufizuar. Kurani ka 600 faqe, pra tekstit, edhe një hapësira mes tekstit edhe kontekstit. Kontekst në këtë rast i bjen hapësira të ndryshme gjeografike, periudha të ndryshme kohore, e kështu me radhë. Çdo send që është në këtë botë është kontekst në këtë rast. Pra është një farë lloj hapësire që duhet me mbush me diçka. E të dyja këto hapësira i mbush që ajo që thash fillim, i mbush ijtihadi. Mundimi që të shkaktohet edhe mundi për me zgjidhë që problem. Për me mbyll që të hapësiren, që është mes tekstit edhe kontekstit, të mbyll me ndërton një urë që ka emrin ijtihad. Çka është ijtihadi? Nëse mund pak shumë shkurt për me shpjegu. Fjala ijtihad, pavarësisht kuptimit gjuhësor kështu, është fjalë që përdoret edhe ka tema tjera që e kanë kuptimin e parafort varësisht prej usulit, prej metodologjisë edhe mëdhëbeve të ndryshme. Për shembull, mëdhëbi Shafi më shumë përdor fjalën istinbat, që do të thotë me nxjerr diçka, është teksti dhe ti mundosh me nxjerr gjykimin, hukmin e çati ajeti ose hadithi. Për shembull, ka fjalë tjetër është istidlal, kur ti argumenton, delil, istidlal, kur ti e mundosh me gjetë argumentin të teksti për me e bart me pru të konteksti. Fjala tjetër është për shembull qiyas, me analogji. Prej Aristotelit tek ne është përdoret në traditën filozofike. Fjala tjetër është istihsan, që më shumë përdoret në mëdhëbin Hanefi. Fjala tjetër është istislah në mëdhëbin Maliki e kështu me radhë. Po pa hin detaje që janë të panevojshme për seminarin, diskutimin e sotëm. Pra ijtihadi ka përpjekja për me e mbyll apo për me ndërtu një urë mes tekstit edhe kontekstit. E kush e ban qëto? E ban një person, një njeri, që quhet mujtehid në terminologjinë fetare. Mi po që kjo puna e ndërtimit të kësaj urës, pra po kthejmë të çaj iluzioni më hershëm, është tepër e vështirë, është tepër komplekse, është tepër e jashtëzakonshme për me e bë, për çfarë edhe ka shumë pak mujtehid në gjithë historinë islame, e kam fjalën për aty terme që i referohen në terminologjinë islame si el-mujtahidul mutlaq. Mujtahid absolut mi për këtë bukfalisht, e që i bjen person i cili ndërton metodologji edhe shkollë mendimit se si bëhet kjo urë. Ne kthym nëse nuk është gabim krahasimi, nëse e kthejmë të ideologjitë moderne për shembull, ekziston ideologjia marksiste për shembull, që e dinë e majta. Edhe mujtahidi mutlaq i marksizmit është Marksi. Ka terma tjerë që përdoren për mujtahid. Mirë, po Marksi është ai që ka ndërtuar çat shkollë, mënyrë të mendimit, çat çështje, çat filozofi, çat shkollë filozofike, ideologjike, edhe çdo sen rrjedh prej Marksit pavarësisht se brenda asaj shkolle ka mendime të ndryshme, çështje të ndryshme, personalitete të ndryshme, po kjo është logjika po. Në sqarim të vogël sa i përket kontekstit është që kur po flasim për kontekstin, nuk po flasim për një mjedis të thjeshtë. Po flasim për politikën, për organizimin e shtetit, po flasim për ekonominë, po flasim për shoqërinë, po flasim për një kontekst që fillon, në fillim ndoshta kishte qenë mirë me pas sqarim, që fillon një kontekst që fillon në Kinë e përfundon në Gadishun Iberik në Spanjë dhe Portugali. Pra, Islami si fe, edhe kur flasim për Islamin e kam fjalën për 3 sene. Islami si fe, Islami si qytetërim, edhe Islami si pjesë e kulturës tonë shqiptare. Po nëse flasim për Islamin si fe fillimisht,
është tepër e çuditshme sa shpejt është shpërndar Islami. Në disa dekada shumë të shkurtra, Islami është shpërndar prej Kinës, ka Afrika e Jugut, Lindja e Mesme, Mezopotamia deri tek Kadishulli Iberik dhe Andaluzia që e njohet. Po me i shpjegu kështu duket pak e thjesht. Nëse kthehemi në terma qytetërimor, po flasim për botën e vjetër, pa Amerikën, që fillon në Kadishulli Iberik përfundon në Kinë. Edhe që i bën Islami për një periudhë shumë të shkurtë, krejt qytetrimet që kanë ekzistuar në botën e asaj kohe, edhe dim që ka disa pelgje të qytetrimit, nëse mundem me thonë ashtu, Mezopotamia, Egjipti, India, Kina, Afrika Veriore edhe Evropa, në shumicën prej këtyre në periudhë shumë të shkurtë kanë hyrë në sundimin islam, themi kështu. Mirë po ky çlirimi që quhet në terminologjinë islame ose sundimi ose pushtimi, varësisht sa është më rëndësi që e trajtojnë ai musliman apo jepi palës tjetër, e ka një kosto. Se ti je një musliman prej Mekës, Medinës, edhe për disa vite shndrohesh në sundues të hapësirave tepër të mëdha që kanë një traditë mira vjeçare, traditë shtetërore, traditë të organizimit shoqëror, traditë të ekonomike, nëse mund të themi ashtu, qytetërimi, kanë mendim, kanë filozofi, kanë shkencë. Pra, është ndoshta relativisht më e lehtë me marr një tokë se sa me sundu që duhet, se kërkon një background pastaj shumë më të sofistikuar të menduarit, të vepruarit, edhe që kjo është një diçka që është tepër komplekse, tepër e vështirë. E kur po flasim për kontekstin, po flasim për çet kontekst, pra, prej Kinës deri në Kadishullin Iberik. Tash, nëse kthehemi prapë te ijtihadi, për mos me ikë shumë prej temës, ta bëjmë një renditje. Është një shpallje e Zotit, krijuesit, për neve krijesat, një. E dyta, kjo shpallje neve na bën përgjegjës para krijuesit. E treta, për shkak se jemi përgjegjës, duhet na me kryj përgjegjësinë. Edhe për me kryj përgjegjësinë na duhet me ditë cilë është vullneti i Zotit. Çka do Zoti për meje në çet moment me vepru. Pyetja është që kjo, që tham fillim. Po të kishte qenë gjallë Resulullah alayhis salam, ishim shkuar kështu pyet, një bilet aeroplanit edhe kështu shkuar ja Resulullah, çish më zgjidh çit problem. Po përderisa ai nuk është gjallë, që të vullnetin e Zotit që kërkohet për meje për me kryj përgjegjësinë tëm, duhet me kryon çit përgjegjësi, nuk muj me mbet pa e kryj. Atëherë ijtihadi është ajo bileta aeroplanit që mund të çon deri tek çaja ura që mund të çon deri tek vullneti i Zotit. Besoj që e kemi pak qartë. Ijtihadi, mendimi, pra, ka njëherë përkthehet në fiks mendim juridik. Kështu ditari nuk dia ai është pajtu. Po. Tash po na po vazhdojna me ijtihadin nëse ban, që ky ijtihadi nuk është alternativ ndaj tekstit, ndaj nasit, që përdoren nuk është alternativ. Këse ka njëherë ka disa keqkuptime që thonë nuk ban me përdor mendjen në fe, nuk është fjala për çit ijtihad. Ka çështje të caktuara kur nuk mundesh me e gjetë vullnetin e Zotit pse ka dashur kështu me mendje, mirë po ijtihadi nuk është alternativ ndaj Kuranit edhe hadithit. Se ka njëherë në për ligjërata fetare disa xhollar e paraqesin si alternativ, edhe kjo është gabim. Ijtihadi është që kjo ura që ty prej çiti kontekstit ku je çon tek, që kjo bileta aeroplanit ku ty çon tek teksti. Po kjo ura shumë e vështirë. Pra është një farloj ijtihadi s'është alternativë, po është një farloj zbulimi, një farloj udhëtimi, një farloj hapje e vullnetit të Zotit. E çfarë përgjigjes çysh me kryen çit përgjithësinë tënde. Ijtihadi është çaja që ty ta hap derën për me shku tek teksti. Një sen interesant sa i përket ijtihadit për mos më zgjat më shumë, është se në qytetrimin islam është një çështje interesante sa i përket ijtihadit. Se nëse ndalemi tek përvoja krishterë, sidomos tek përvoja katolike, kishës katolike të krishterë, si ndoshta institucioni më i rëndësishëm i qytetrimit perëndimor, sfaku deri tek shekulli 16, kisha nëse e analizojmë sipas terminologjisë islame, kisha e sheh veten si pjesë të shpalljes. Kjo është një dallim që duhet me e bën shumë me rëndësi. Tek besimi islam, sunet e kemi fjalën, shia është pak më ndryshe, ka shumë më afër me katolicizmin, në këto që po them për kishën. Tek ne shpallja ka përfunduar me pejgamberin alayhis salam.
edhe me Kur'anin. El-yawma akmaltu lakum dinakum. Ja kum plotsu fen në juve, keni shpallja ka përfunduar. E vetmja derë që neve na lidh me çat shpalljen, me çat tekstin është ky ijtihadi. Për eduktoj se ka shumë tash mundet më keq kuptuar sidomos nëse është në YouTube, po s'ka lidhje. Tash dera që neve na lidh me tekstin është ijtihadi. Mi po ijtihadi nuk është pjesë e shpalljes. Nëse kthehemi te Kisha Katolike, verdikti që jep Kisha Katolike me një çështje të caktuar ka vlerë të shpalljes, ka një pjesë profetike brenda aty. Përse ta është vështirë me kundërshtu, përse ta është shumë më rigjide, përse ta është shumë më e mbyllur, edhe shumë më institucionale. Te ijtihadi ka disa rregulla. Për shembull, është një hadith i pejgamberit alayhis salam i cili thotë: kur mujtehidi, ai që bën ijtihad, pra, mujtehidi i ka disa kushte për me qenë mujtehid, ta kemi qartë. Nuk mundemi unë ti me dhënë përgjigje për çështje fetare ose çështje juridike ose çështje islame, hajt përgjithësi themi. Po ta zonë që jemi mujtehid, thotë pejgamberi sa kur mujtehidi bën ijtihad me një çështje të caktuar, nëse ja qëllon, i ka dy sevape. Një që është mundu, edhe një që ja ka qëllu. E ai që ka gabu, ai thotë ka vesh një sevap. Mirë po prap ka sevap. E tash këtu është një debat i madh që ka ekzistuar gjithmonë sa i përket ijtihadit, që a është një vërtet apo a është një vërtet sa i përket vullnetit të Zotit në raport me mua, apo ka më shumë se një. Ka dy grupe, thonë, njëna është musawibe, njëna është muhattie. Njëna grup thotë është një vërtet, edhe ti si mujtehid ja qëllon që asaj të vërtet ose nuk ja qëllon. Ka edhe tjerë që thonë çdo ijtihad është i saktë. Mi po këtë pajtohen që ijtihadi në kuptimin sa i përket përgjithësisë son, nëse ndjeken rregullat edhe nëse ndjeket rruga, çdo ijtihad është i saktë. Nuk është një rregull në arabisht përdoret fjala naqt, që i bën shqip nuk e di çush më për këtë, ijtihadi nuk e prish ijtihadin. Që i bën vlera e një vendimit e një ijtihadit të një mujtehidit është ekuivalente me vlerën e një mujtehidit tjetër, një dietari tjetër. Edhe nuk ka një institucion më të lartë se sa që kjo për me tregu që ti e ke mirë, ti e ke keq. Zoti është e vërtet. Pejgamberi selam sigurt kishte qenë gjallë na kishte tregu cili e kena qellu. Po sa i përket jetës tonë, kësaj bote, derisa dalëm para Zotit, të gjitha ijtihadet, nëse plotësojnë kushtet, ta kemi qartë. Unë thash ka shumë pak mujtehida në historinë e Islamit. Kur po them këtë fjalë çdo ijtihad është i saktë, e kam fjalën për shumë pak persona. Mos na hin vetë janë hoj me mendu që unë ti ai tjetri apo një hoxh këtu në mahallën tonë ose në qytetin tonë ose në shtetin tonë është në çat drejtë sa më dhon ijtihad. Ato ta kemi parasysh. Po besoj që e kemi pak parasysh deri këtu se çka sa e vështirë edhe sa e ndihshme edhe sa e mundimshme është që ky shoku i parë, vetmia me tekstin, përballja me tekstin. Një pjesë tjetër e rëndësishme që po duam të përmend sa i përket ijtihadit është metodologjia. Ijtihadi nuk është diçka që merret teksti, merret Kurani, e lexon ajetin edhe po më merr mendja se çu duhet më qenë. Nuk është prapë po them. Ekziston një metodologji shumë e sofistikuar që në terminologjinë islame ka emrin usulul fiqh, metodologjia e fikut, nëse mundem të them, edhe është shumë e zhvilluar, edhe ka shumë branche më asaj, duke filluar prej gjuhës e kështu me radhë, që ky ijtihadi bëhet sipas disa rregullave. Edhe është shkencë në vetë. Pra, ta kemi qartë që ijtihadi është një punë shumë e mundimshme, edhe shumë pak njerëz kanë mujt me e bë dhe mujt me e bë. Një element tjetër e rëndësishëm sa i përket kontekstit edhe ijtihadit në shkencat islame klasike është marrëdhënia tyne me jetën. Shkencat islame, tu janë nisë prej fikut, hadithit, tefsirit edhe gjitha tjerave, kelamit, filozofisë, kanë qenë shkencat që kanë qenë në kontakt me jetën vazhdimisht. Pra fikhu nuk është zhvillu në një laborator atje që Ebu Hanifja një ditë është ngrit edhe thot, hajde të bëjnë në një shkollë, ose Imam Shafi, ose Imam Ahmed bin Hanbel, ose Imam Maliku, hajde të bëjnë në një shkollë mendimit edhe të vazhdojnë me ndërtu diçka. Jo. Kanë qenë problemet reale. Kur ti e ke sundu një qytet caktun, ai ka pas çarshi, ka pas ekonomi. Ka pas udhëheqje, ka pas politik, ka pas problemet e trashëgimisë, ka pas problemet e tregtisë, ka pas problemet e vrasjeve, probleme penale, ka pas të gjitha problemet që ne i hasim sot.
Edhe të gjitha çdo probleme kërkojnë përgjigje. Fiku është zhvillu pikërisht për kësaj nevoje, pra për këtij nënshtratit të nevojës së përditshme të organizimit të jetës politike, ekonomike, shoqërore, kulturore kështu me radhë. Pra, një dinamik mes jetës edhe tekstit, jetës edhe tekstit, një udhëtim i vazhdueshëm mes nevojave ditore, nevojave shoqërore, politike, ekonomike, edhe qësaj kërkesës së vullnetit të Zotit përmes tekstit. Ajo që ndodh, edhe po e përmbyll këtë kapitull, me modernitet është që është ndërprej që kjo dinamika e jetës edhe shkencave fetare islame. Ka një shkputje. Ajo ura që është ndërtu, është rrëzu për arsye se ajo ura ka qenë ndërtuar mbi dy shtylla, mbi tekstin edhe mbi kontekstin. Ajo që ndodh me modernitet, me jetën moderne, me botën moderne, është që njëna shtyllë e kësaj ure është rrëzu, është zëvendësu, është ndryshu. Është një kontekst tjetër e mbi të cilin duhet me i rishiku edhe një herë gurt edhe çdo send që e kemi qitë tek ajo urë, edhe që kjo e ka ndiku më shumë ti shkencën islame, për arsye se e ka nxjerr nga jeta e përditshme. Sot për shembull, ne jemi musliman, mirë, po jetojmë në një botë moderne. Jetojmë në një sistem të caktuar ekonomik, jetojmë në një sistem të caktuar politik, jetojmë në shoqëri të moderne, konsumojmë produkte që nga ato fizike deri tek ato që janë më virtuale dhe estetike, nëse mundna me thonë. Të gjitha këto nuk kanë një marrëdhënie të shëndosh, nëse mundna me thonë, me ato që ka qenë më herët. Pra sot, po egzagjeroj, për me e kuptu më mirë, sot ne nuk e dina që ka i bjen me ka musliman në ekonomi. Ne e dina një parim fetar që kamata është ndaluar, po unë nuk di një ekonomist të rangut të mujtehidit mutlak, prapë nëse kthehemi referuar Marxit, unë nuk e di një Marx musliman që e tregon që ka i bjen me ka musliman në kapitalizëm. Unë se di, nëse ka, unë e pranoj ignorancën tem, me kënaqësinë më të madhe. Po unë nuk e di që ka një rang të tillë me na tregu se çka i bjen me jetu në shoqërinë e cila udhëhiqet nga ekonomia moderne, industriale, postindustriale tash, debatet e shkencave sociale. Por ne nuk e dina çka i bjen me ka musliman në ekonomi. Ne i besojnë disa parimeve themelore të ndalimit të kamatës, të disa parime që janë parime çështje të besimit, parimet të besimit që në periudhën klasike islame, ajo që ka ndodhur është që parimet e besimit pas një mundi shumë të madh, muslimanët kanë arritur me i bë parimet të mendimit, ku disa parime që ti ke besu dhe janë tuat, edhe çështja e besimit është shumë personale, në kuptimin që unë besoj diçka, më besoj që ky telefon është i shenjtë. Edhe përderisa e mbaj si besim timin, kërkush s'mundet më thaj ki keq ose ki mirë. Sa është besimi jam. Po nëse du me argumentu edhe ty për me besu që telefon, beso dhe ti që është i shenjtë, du me pas një send të përbashkët mes me jeti, që është mendje që na ka kriju Zoti. Që i bjen du me pas një argumentim, një skenë të përbashkët tim, edhe unë ty të bin dip se që kjo është i shenjtë ose nuk është i shenjtë. E që atëherë parimet e tua të besimit kthehen në parimet e tua të mendimit, ku ti mundesh me ja ofru tjetrit parimet e tua. Muslimanët këto kanë bën periudhën klasike. Ajo që ka ndodhur modernitet është kjo, sot nuk e dina çka i bën me ka musliman në ekonomi. Sot nuk e dina çka i bën politikisht me ka musliman. A jena të majt, a jemi djathtë. Shumica e muslimanëve mendojnë që janë djathtë, po nuk e di. Se nuk i bie tamam asnjëna, as e majt as e djathtë. Je i djathtë, mirë po beson zeqat. Çka i bën kjo? Zeqati më shumë kontribon në uljen e pabarazive shoqërore, apo ndikon në vazhdimin e padrejtësive që ka prodhuar kapitalizmi. Është pyetje që duhet me diskutu, s'po. Pra nëse sistemi kapitalist sot e ka rrit hendekun në mënyrë enorme në mes
1%, 5% më të pasur pasurisë, më të pasur të shoqërive të ndryshme kapitalizme ose në botën përgjithësi, ku një biznesmen mundet mi pas 700 miliard dollar, edhe 90% shoqërisë tjetër i ka veç 5% të pasurisë që të shtetit, me dhonë zeqat 2%, 2.5%, a e ullë që të barazi, a e vazhdon që të padrejtësi? Pikpyetje. Nuk e di, unë se di, s'kam përgjigje. Pra, problemet janë shumë ma komplekse se sa me thonë kamata është haram. Po, vërtet që është haram. Nëse se besojna, tamam puna, nuk jemi musliman. Mi po që ky parim që është shumë bazik sa i përket besimit, është shumë vështirë me ndërtu që atë uren që po flasë. Me më tregu mu ekonomikisht që ka i bjen që kjo. E për me tregu, kjo kërkon një jetë të tërë. Nështë të kërkon disa gjenerata për me tregu që ka i bjen me kanë kamata ndaluar në shoqërinë kapitaliste, ose në shoqërinë moderne. Fola për ijtihadin me qëllim për me ndjetë që të farë shokun e parë, vetmin pas pejgamberit alayhis salam. Edhe kjo ka të bëjë më shumë me fikun, nëse mund me thonë çështën. Po kam qenë me folë edhe për një shok dytë, nëse si një mërzit, që ka qenë tepër me rëndësi, edhe tepër me ndikim tek muslimanët. Ibn Kathiri ka një libër El-Bidaja wa Nihaya, edhe aty kur vjen te viti 35 është interesant me lexu. Është viti kur vritet Hazreti Osmani. Halifja e muslimanëve, halifja e tretë e muslimanëve, pas Abu Bekrit edhe Umerit. Edhe normalisht vritet nga protestuesit, rebelët, çdo që t'i quajnë. Paramendojnë po vritet halifja e muslimanëve midis Medinës. I bjen dikon 2 vjet Hazreti Abu Bekrit, 10 vjet Hazreti Omerit, më dikon mas afërsisht 20 vjetëve pas vdekjes pejgamberit alayhis salam. Kjo është e para. E dyta, ndodhin 2 luftra, se kjo është hala më e rëndësishme, edhe hala më traumatike për muslimanët. Ndodh pas vrasjes së Hazreti Osmanit, ndodhin trazira, ndodhin ngjarje, s'po kam qef me u ndal shumë, po ndodhin 2 luftra që janë tepër me rëndësi, edhe tepër me peshë, edhe traumatike. Ndodh lufta Gjemel edhe lufta Siffin. Për më më shkurt, ndodh lufta mes 2 palëve, ku në të 2 palët ka sahab që janë të përgëzuar me xhenet. Më njëon është Hazreti Alia, më njëon është Hazreti Aisha për shembull, ose të përgëzuar me xhenet Zubair bin Awami për shembull. Dytë janë Hazreti Zubairi, Hazreti Alia janë dytë të përgëzuar me xhenet. Paramendojeni veten me një kontekst të tillë. Çfarë do të thonë, çfarë ankthi, çfarë dridhje mundet me ndodh kur e sheh një skenë të tillë. Se kanë herë kalojnë kalimthi, edhe është normal, është pi edebit, pi edukatës së besimtarit, mos më merr a ka pas mirë aja kjo. Nuk e kam aty qëllimin më mundu me hyrë në detaje me bë tifozllëk për një grup aty. Jo. Po kam qef me ndje çat shokun, çat ankthin, çat traumen kur 2 musliman luftojnë me njëri tjetrin. Të dytë janë përgëzuar me xhenet, të dytë janë për sahabëve më të dalluar. Nuk kam fjalën më veç për persona, këtu janë grupe, janë ushtri që kanë luftuar me njëri tjetrin. Pra, kjo krijon një ankth të jashtëzakonshëm të muslimanëve e asaj kohe që ndikon pastaj në ndërtimin e krejt shkencave islame. Çka ndodh në këto dy luftra? Shumë e thjesht, lufta ka vrasje. Ka ai që vran edhe ka të vrarë. Kur edhe vrasësi, edhe i vrari, të dytë janë musliman. Një. E dyta, nëse kthehemi te teksti, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Kush e mbyt një besimtar me qëllim, dënimi i tij është xhehenemi, khalidan fiha, për gjithmonë. A ka dikush që mundet më bashku që tekst, ku thot çaj që ka vrarë një musliman me qëllim, me vetdije, e ka dënimin për gjithmonë xhehenem, edhe ka që e dina që këta sahabi jenë kanë të përgëzuar me xhenet. Para më në çfarë tensioni jenë mes kësaj. Është tension i jashtëzakonshëm. Edhe që ky tension
pastaj prodhon diçka. Prodhon debatin mbi ajo që ndihet si murtekibul kebira. Gjunahçarin, ai që bën gjunah të madh. Kuptimin, vrasja është gjunah i madh. Cili është hukmi, cili është gjykimi i këtij njerit. Edhe prap, se në fillim kur thash, nuk janë zhvilluar shkencat islame si hobi, hajde tulëm, diskutojnë, apo në muhabet, me çaj, me kikika. Jo, janë pikërisht çdo shokët, çdo ankthë që e kanë kriju. Edhe që ky debati pastaj, çush më ja lidh kryt debatit. Ai që ka bërë gjunah të madh, ai që ka vrarë musliman, çush e ka gjykimin. Është shumë problematike. Pra, lind debati mes imanit edhe çyfrit, edhe mosbesimit, besimit edhe mosbesimit. Pastaj lind debati mes a jemi të lirë, as jemi të lirë me a na kalon Zoti të lirë apo jemi detyruar se ka derë Zotit na unë do të thotë kush ka derë çashtu. Okej. Mirë po atëherë a jam i lirë nëse ka qenë nga derë Zotit. Këto janë debate që janë zhvilluar mes muslimanëve. Jo prej qefit prap. Prej zorit, prej mundit, çati mundimit të brendshëm. Këto janë 4 grupe që përmenden në literaturën islame që kanë lind pikërisht për çiti debatit. Mira shkurt, Havarixhet i keni ndëgju. Havarixhet, që debati këto është mes ilmit edhe amelit, mes dijes, mes besimit, edhe mes veprimit, nëse unë më thënë. Kjo dilemë prej Sokratit, do më thënë, edhe dilemë filozofike. Nuk është diçka që vetëm mendim, se gjithmonë njeri kur beson diçka, vepron në kundërshtim me ato çka e beson, është një pikë pyetje që ai të besu për një mes, si të besu për një mes. Edhe që ky debati mes ilmit edhe amelit, pra gjunahit madh, i prodhon disa grupe, për shembull është një grup Havarixhet, të cilët nuk e bojnë që të ndarjen mes ilmit edhe amelit. Nëse je besimtar, nëse thuaj që je musliman, nuk guxon me vrah besimtarin tjetër. Nëse e ke vrah, ja pa shkarin, je qyfar, je qafir, je besimtar. Grupi i parë që ky. Edhe me çit motive vrojnë Hazreti Ali. Dihet ngjarja që ka ndodhur, është më e gjatë, mirë po motivi themelor është kjo, që Hazreti Ali u moqafir, edhe për çata vritet Hazreti Ali. Grupi i dytë është quajtur në literaturën islame si murxhie. Murxhie është e kundërta e kësaj që thonë Havarixhet. Thonë nuk ka lidhje besimi edhe veprimi. Ti mundesh të bëj gjinohat më të mëdha në botë, po nëse thuaj që je besimtar, okay është. Po e banalizoj, takimi të qartë. Nuk është kaq çatisht, po e banalizoj. Pra njëri po thotë janë këto dyja s'ndohen, njëna po thotë s'ka lidhje me njëra tjetrën këto dyja. Grupi i tretë është ama takimi të qartë, këto nuk janë ka thonë njëri, ka thonë tjetri. Këto janë debate gjalla që me vite me grupi i tretë është Mu'tazile, keni ndëgjuar për ta. Ata kanë teorinë el-menzile bain el-menzilatayn. Nuk mujnë me marrë një vendim. Edhe thonë që ky person që ka bërë gjunah të madh, që ka vrarë një musliman, është as anej as kënej. Po prapë është përgjigje shumë problematike, se nuk po t'ja përgjigje. Sa që jeton këtë botë është fasik, është menzile bain el-menzilatayn, nëse spendohet kur vdes në botën tjetër në xhenem. Grupi i 4 është kaderije që përmend në literaturë, është këta që grupi që mendon se kaderi Zotit edhe kaq. Edhe normalisht vjen zgjidhja e Ehlusunit, normalisht që na sot e besojnë Eshari, Maturidi edhe Selef ose Selefi, çdo që e quajna, 3 pjesët e Ehlusunitit, që e kanë një përgjigje më të matun, edhe që ka vazhduar për 14 shekuj të Islamit, mi përfaqësuar dikon 90% të muslimanëve, edhe historikisht edhe gjeografikisht. Pra, ajo shkenca e cila është zhvilluar për çiti tensioni, për çiti mundimit është shkenca e akaidit, kelamit, më shumë njihet si kelam traditën islame, që bën pjesë 90% të muslimanëve. Po të na dekadat e fundit ky kelami pak është demonizuar, pak pa arsye, pa drejt sipas meje. Edhe po i themi akaida, tek e fundi nuk është më rëndësi emri apo. Mi po tradita e kelamit ose akaidit ka lind prej çytyn e problemeve që janë tepër të vështira, tepër të zorshme me ia dhënë përgjigje, dhe që kanë gjatë me dekada edhe me shekuj. Pra, çdo traumat apo shokët e viteve 30-40 hijri kanë gjallë gjitho debate që kanë vazhdu me dekada me shekuj e që kanë prodhu një ehli sunnet edhe me dhëbet e kelamit
shkollat mendimit të kelamit, që janë zhvilluar sidomos pas shekullit 2 dhe 3, pas Imam Eshariut, Imam Maturidiut, Ahmed bin Hanbelit fillim shekullit 3, ka vdek 224 nëse s'ka bëj. E kështu me radhë. Pra, janë probleme tepër të vështira për me i zgjidh. Mi po në sen që e përmenu në fillim, e që tham, zgjerimi i islamit prej Kinës në Iberi, përveç tyne problemeve që kanë lind prej brenda shoqërisë muslimane, nëse të sahabëve, nëse mujna me thonë, ka edhe probleme tjera, ka edhe ankthe ose dilema tjera që ngjallën këtë kohë. Për arsye se muslimanët përballen me, që thash në fillim, me kultura, me qytetrime të ndryshme. Përballen në botën e qytetëruar. Përballen me botën perse, paramendo përbalja botës perse, e arabeve, sahabëve në këtë rast, që deri para 20 viteve kanë jetuar në qytet vogël të Mekës, panaj qytetërim diçka të, që thot edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nahnu adin thot ne jemi popull analfabet. Nuk e thot ai këtë kuptimin për me, nuk e thot kuptimin pejorativ, po e tregon gjendjen. Nuk kemi një qytetërim të zhvilluar, nuk kemi shkenca të zhvilluara. E ka fjalën për gjendjen aktuale të arabëve të asaj kohe. Edhe qita njerëz, po kanë një sukses të jashtëzakonshëm ushtarak politik, po nuk mjafton me kaq. Përballen me qytetërime të lashta, të zhvilluara ku ka mendim, shkencë, filozofi e kështu me radhë, e krijon një tension. Edhe për këtë arsye shkenca e kelamit është marrë shumë me këtë punë. Për shembull, kam marrë një libër vetëm për m'ia ilustru. Për shembull, që kjo është libra më e lexuar nëse mund të thonë, Maturidi, masi të në shtrojet tona, shumica kemi qenë dhe vazhdojmë me qenë Maturidi, vazhdojmë me qenë në pikpyetje për arsye se shumica si jemi të vetëdijshëm, një pjesë tjetër nuk beson ose nuk e kanë qef fort maturidizmin, po prapë po i referohem si diçka që ka të kaluar 6 shekullore në trojët tona. Akaidi i Imam Nesefiut është lexuar shumë nëpër medreset e kohës. Edhe atë që fillon teksti i një librit të akides. Pra jemi të folë për një libër të akides, i cili kam na mësu neve më falni besimin. Nuk është fjala e parë akides, besonin Zot ose Zoti është kështu ose jo. Thot haqaiqul ashya'i thabitatun. Thot realiteti, Osmani më kishte një mund për kësim, realiteti i gjërave ekziston. Tash e shpjegoj çka ka dosh me thonë. Është pak e pa kuptim çysh realiteti i gjërave ekziston. Çka i bën kjo? Fjalia e dytë është wal ilmu biha mutahaqqiqun. Edhe dija për realitetin e gjërave realitetin, qenjen. Realiteti nuk është iluzion, nuk është ëndër. Ekziston për një me. Fjalia e tretë shpjegon, dhe fjalia e tretë është khilafan li sufastaie. Për dallim prej sofistëve, jo sufistëve, sofistëve. Sofistëve të Greqisë së lashtë. Po sofistët e Greqisë të lashtë, më fal, i kanë mohuar të dyja që i pohoj ky. Realiteti është një iluzion, për me thjesht zu krejt, apo din? S'ka realitet. Po edhe nëse ka, thot këtu në librin e Imam Nesefiut, thot, edhe nëse ka realitet, na s'mujna mi ditë ato. Libra Akaidit po fillon me çit fjali. Realiteti ekziston, ka realitet, nuk jena nëndër, nuk jena një iluzion, e dyta na mujna mi ditë realitet. Pra, po e shtron Akaidin fillimisht në një shtrat ku je i përbashkët edhe ti, edhe ai që s'beson. Ka dalë njerë të mirë në vesh për realitetin, për botën ku po jetojmë. A ka botë, a veçanërisht ato po ëndër, është iluzion. E para, e dyta, a mundna mi ditë? A mundna mi ditë diçka po thjesht është ëndër edhe dija. Që kjo është shtrati mbi cilët muslimanët vinë pas përballjes me tjerët. Ka dalë në rregull masi çika kjo punë kaq më e koklavitur, tulemi me një tavolinë të përbashkët edhe të argumentojmë këtë punë. Edhe çka ndodh? Mirret kelami e ka për bazë teorinë e atomit, nëse mundem të them shqip, që vjen prej Greqisë së lashtë, Demokritusi edhe ajo që dihet. Edhe teoria e atomit që normalisht edhe në shkencën moderne, teoria ajo është baza e fizika mekanike kështu me radhë.
ajo merret për bazë, mirë po edhe mbi cilën shpjegohet realiteti. Shpjegohet bota, çush ekziston kjo bota, ekzistojnë atomet, pak besoj që edhe i keni mësuar për shkolla ose mesme edhe kështu më radhë. Kjo modernia është tjetër, nuk është e njëjta me kalamis, por po burimin e kanë të njëjtë edhe trajtimin e njëjtë. Po teoria e atomit ka disa probleme, ka disa në thelbi ka 4 kundërshti me parimet islame. E para, sipas teorisë së atomit në filozofinë greke, prej Demokritosit tek ne, atomet janë të pakrijuara, kanë ekzistuar gjithmonë. Kjo vjen në fillim vjen ndesh me parimet fetare. E dyta, kontakti i ty në bashkimi dhe ndarja e atomeve nëse bën kështu është rastësor. Rastësia i bashkon atomet edhe i ndan. Pastaj formohen trupet e kështu me radhë. E treta, ka një kaos në mes atomeve, nuk ka një qëllim në brenda vetes, për dallim prej filozofisë aristoteliane. Atomet s'kan qëllim, s'kan telos në brenda vetes. Ato në mënyrë kaotike lëvizin. Edhe lëvizja kaotike i bashkon disa atome që krijojnë trupin edhe vazhdon ose i shpërndan. E katërta, lëvizja e atomeve është pa shkaktar. Nuk ka një shkak të jashtëm, këtë rast një krijues që i shtyn me lëviz. Ato lëvizin vetë. 4 tezat kryesore të teorisë atomit janë kundërshtim me Islamin. Mirë po e gjojna që në librin e akides përdoret akidja, kjo përdoret teoria e atomit. A sa është kundërthënë se kjo? Po, në fillimisht është. Mi po ajo që bojnë muslimanët edhe kelamistët edhe dietarët, është që këtë teorinë e atomit e zhvillojnë edhe e marrin edhe punojnë me ta. Edhe ajo që njohëm më vonë si prej Imam Shariu, Gjuvejni, Gazaliu, Faradin Razi, e kështu me radhë, po edhe Maturidit, këto të katrat i ndryshojnë. Këto premisat, kur e kam fjalën ndryshojnë, nuk është me ndryshu fjali. Jemi të fol për nivelin më të lartë filozofik të menduarit. E para, e argumentojnë që atomet nuk janë të pakrijuara, por janë të krijuara. Edhe këtu ka debate të gjata, që sot s'mujna me hi. E dyta, lëvizja e tyre nuk është lëvizje kaotike. Është lëvizje në bazë të vullnetit hynor. E treta, brenda këtyre atomeve nuk ka një lëvizje, nuk ka kaos, ka kozmos. Pra ka një lidhësi brenda, nuk është thjesht. Edhe katërta, lëvizja nuk është pa shkaktar, po ka një shkak mbrapa që në këtë rast prapë është Zoti i Madhërisht. Pra po e vreni tensionin, anksin, mundin, po të çon me ulën në tavolinë ku edhe me palën tjetër mundesh me diskutu mbi një skenë të përbashkët, edhe treta nuk po kanë kompleks me e marrë një teori edhe me përpunu edhe me kthy një teori që është kundër parimeve fetare dhe ekzistencës së krijuesit, me kthy në teorinë kryesore të argumentimit të ekzistencës së Zotit edhe të librave të akaidit, që mas kësaj, këtë që të libra të akaidit janë të mbushura me këtë teori. Që për dallim prej traditës filozofike që kena vull pak ma vonë, pa e zgjatë shumë, në shkencën moderne, qasja kelamiste ka dalë pak ma, hajde mund të themi ma e saktë, për nëse mundna me thonë ashtu. Edhe shokun e tretë, për mos me zgjatë, u banën 50 minuta, nëse më lejohet edhe një 10 minuta, nëse që ko mërzit, është një shok i tretë që e përmenda ma heret, dhe që ka të bëj me qëtë përballjen me qytetrimet, me kultura tjera, që nuk është një përballje e thjeshtë. Në Kosovë, ose edhe në Shqipëri, në Maqedoni, dalja prej fshatit në qytet mas luftës, ka qenë një shok për shumë njerëz. Në kur shkon në një qytet madh, si turist kur shkojsh, në një qytet madh ose shkon si student, për ty është një shok i madh nëse ke dalë prej fshatit në qytet. Paramendo me qenë vali i këtë zonës Perse, për shembull. Me qenë përgjegjës për rregullimin shoqëror, politik, ekonomik të një zonës që ka qytetërim që 1000-2000 vjet, që ka me qindra mendimtar, filozof, shkencëtar, astronom, mjek. Para çfarë përballje është, çfarë shoku i madh është ky. Kur ti përballesh me qytetarën nuk din çka më thon. Ti je besimtar, je njëri i virtytshëm, ndoshta ke vlera humane shumë më të larta. Po që ka përballja me një qytetërim të zhvilluar, të komplekson, nëse mundna me thonë. E pikërisht është që kjo përballja që
me një anë është ankth, është mundim, po me një anë është shumë e frytshme, se të shtin me mundu, të shtin me ecë, çat urën që e përmendëm fillim të shtin me livrit komt. Është pikërisht që kjo periudha kur zhvillohet mendimi islam, shkencat islame në përgjithësi, ato shkencat fetare, edhe shkencat filozofike, që është pak më vonë kam lexuar shumë shkurt një pasazh prej Ibn Haldunit për me përmbyll. Pra, në çet vazhd nis edhe përballë me qytetërime të tjera, me kultura të tjera, zhvillimi i shkencave islame, që pastaj kulmon me fundin e shekullit 2 Hijri, kur muslimanët njihen me traditat filozofike, sidomos të Greqisë së lashtë, mirë po edhe traditat tjera të Indisë dhe vendeve tjera të Egjiptit e kështu me radhë. Edhe themelohet me vullnetin e perandorisë abasite, se mundem me thonë, ajo që njihet si Darul Hikme, shtëpia e urtësisë, ku fillojnë përkthimet e shumë veprave të filozofëve të lashtë të asaj kohe, edhe ku fillon me u zhvillu një traditë filozofike. Sidomos 3 figura këtu janë shumë me rëndësi. Kindi, Farabiu edhe Ibn Sina. Edhe është ajo shkolla e njohur që në terminologjinë arabe ka emrin Meshai, në terminologjinë greke filozofike është peripatetikët, i thonë. Është traditë shumë e fuqishme që në botën islame, që ka pasur ndikim të jashtëzakonshëm tek muslimanët. Edhe ka dhe tradita tjera, Ishraki dhe Ikhwan Safa dhe ka tradita tjera, po e kam fjalën mos më ndal shumë tek detajet, po me po që të përballen muslimanët edhe zhvillimi i shkencave tek muslimanët. Nëse më lejohet shkurt me vizatu pak ndarja e shkencave pas krejt qytyne, shkencave filozofike, çka kam përfshi. Kur flasim për zhvillimin e shkencës, edhe sot na shpesh flasim për shkencëtarë musliman, për kontributin e muslimanëve në shkencë, në mendim, në qytetërim, në përmendëm Harizmin, në përmendëm shumë njerëz të tjerë, me kuptu sa është komplekse me kon dietar ose filozof musliman. Sa është e vështirë, ndarja që bëhet për Aristotelit, tek ne kisha vizatuar shkurt, ma kur po flasim për shkencat, i kemi 2 lloj shkencave. Shkenca shër'i i thojnë arabisht, ose shariatike, fetare, edhe shkencat aklije, në arabisht i thojnë. Shkencat filozofike. Dhe ta shkencat filozofike ndohen në 2 grupet. Ato që janë teorike edhe praktike. Qëto po e vizatoj për arsye se na hin punë përmbyllin 4 minutat e fundit të sa i përket modernitetit, për mos më zgjok. Të shkencat teorike janë 3 shkenca. Është fizika, matematika edhe metafizika. Mirë po nuk përfundon me kaq. Kur po flasim për fizikën, tash këtu i kam marrë shënimet. Cilat shkenca hin te fizika? Hin astronomia, tepër e rëndësishme për e trashëguar prej Aristotelit edhe Ptolemaos, Batlamus i thonë në gjuhën arabe. Mineralogjia, shqipa thuhet ashtu? Okej. Edhe shkenca tjera. Pra, edhe fizika ndahet në disa branche. Kur flasim për matematikën, flasim për aritmetikën, për geometrin, për astronomin prap, edhe flasëm për muzikën. Por prap se cila këto është shkencë në vete. Kur flasëm për metafizikën, normalisht metafizika pak edhe dihet në arabisht i thonë ilahijat. Në shkencat praktike prap është ndodhe në 3. Është ajo që ka të bëjë me individin, etika, el-akhlaq, morali, etika. E dyta është, kjo vjen prej filozofisë greke, ta kemi qartë, oikos në greqisht, shtëpia, tedbirul menzil i thojnë në arabisht, ekonomia, edhe e treta është politika. Që kjo është ndarja e shkencave në filozofi edhe në ndegët e saj. Kur i thojnë dikujt dietar ose filozof në periudhën klasike, e kena fjalën për personin i cili është i thelluar, është ekspert, është filozof në të gjitha këto
edhe ndarja këtyre shkencave prej filozofisë ndodh shumë avon. Modernitet. Ose kur i thonë dikujt dietar, sheriatike kemi fjalën për shkencat fetare, e që pas periudhës së Gazaliut, ajo që ndodh është një parafrim mes këtyre dy shkencave, sidomos mas Razit, një parafrim mes këtyre dy shkencave dhe një profile të jashtëzakonshme të dietarëve ose të filozofëve musliman. Ma vonë, për me besoj që keni ndëgju, kam marrë një person që kam i kritiku krejt qëto. Ibn Taymije kam marrë dhe kam e konë kritik i krejt qëti frameworku që është zhvillu për 700, sa e ka vdekjen 728, apo Osman? 700 vjetë zhvillim të shkencave islame është kritik i jashtëzakonshëm, edhe ka një kontribut të jashtëzakonshëm si kritik. Mirë, po kontributi i tij më shumë përfundon çtu. Nuk është zhvillu një alternativë e mirëfillt e filozofike e mendimit pas Ibn Taymijes, madje edhe prej tij. Më shumë është si kritik i jashtëzakonshëm dhe i vlefshëm, që i hap shumë syt. Mirë, po ajo që ka dominu në botën islame për pjesën më të madhe të historisë dhe gjeografisë është që ky frameworku çdo. Nëse kthejmë të modernitetit, mas jena qëtu për me përmbyll, ajo që ndodhë të moderniteti është që kjo, kur flasim për Machiavellin. Flasim për etikën, ekonominë dhe politikën, apo? Mirë, po parimet e etikës janë ato që imbizotojnë edhe ekonominë edhe politikën. Ajo që ndodhë kur flasim për Machiavellin është që kjo, politika e shpall pavarësinë prej etikës. Mo politika nuk është domosdoshmërisht, nuk do të me qenë etike. Për që ta flasim për Machiavellin, ose i thonë dikujt Machiavellist. E njëjta ndodh për ekonomi. Kapitalizmi është shpallje e pavarësisë së ekonomisë prej kësaj sfere së etikës, kur s'është domosdoshme me kon halal. Ajo që po bën ti. Mjafton me kon lehtëshme. Për që ta nuk e dinë çka i bën me kon musliman në ekonomi ose në politikë ato. Se kena shpall pavarësinë prej etikës. Kur flasim për etikës, na mundna me thonë prej shpalljes. Këtë në fund, e di që e zgjata, këtë në fund, kur flasim për modernitetin, flasim për disa gjana. Nëse më lejo disa pika shumë të shkurta, veç për me ndje që atë tensionin edhe më këtyti që ato shokët edhe po kam dëshirë, ma shumë me marë perspektivën e ju këto. Kur flasim për modernitetin, çka i bjen modernitetam? Dhe para, është bota e re, 1492. Zbulimi i Amerikës. Bota e re, dhe që do më thonë, zbulimi i Amerikës është tepër e rëndësishme. Po flasim për botën islame, që edhe në kuptimin politik, edhe në kuptimin qytetërimor, po edhe në kuptimin e mendimit, për 1000 vjet me radhë ka qenë qendra e botës. Se kur flasim për botën, ta zona të bona një hartë qështu, qëto është Kina, po, qëto është Azia, India, Mezopotamia dhe Anadoli, Afrika, edhe Evropa, hajde. Shumë keq vizatimi, më falni. Qëto është Mesdheu historikisht deri në shekulin 15 ka qenë qendra e botës. Po flasim për Mezopotaminë, për Egjiptin, për Kinën, për Indinë, edhe për Evropën si disa pellgje më të rëndësishme, edhe për Afrikën Veriore si pellgje më të rëndësishme të qytetërimit njerëzor. Edhe Mesdheu ka qenë si qendra e kësaj pune. Tash kur po flasim për qytetimin islam, Mezopotamia musliman, Azia deri në Kinë musliman. Pjesa e Indis, një pjesa më e madhe, musliman. Afrika Veriore, musliman. Andaluzia, musliman. Kjo është gjeografikisht, politikisht, ekonomikisht. Edhe Mesdheu kthehet në një liçen brenda qytetërimit islam. Diçka që është e jashtëzakonshme. Çka do të mendoni? Muslimanët kanë qenë qendra, pikërisht Mesdheu i botës. Në modernitetin ndodh diçka e re. Që kjo harta që e kemi njoft si bota e vjetër, prishet se ndodh diçka e re, zbulohet Amerika. Edhe kjo nuk do të thotë zbulim vetëm i një kontinenti. Realisht, evropianët të cilët ishin pengjet e muslimanëve për me kalu nga Mesdheu, e gjojnë një rrugë alternative për mos me ra ka liçeni muslimanëve. Po e banalizoj kështu, për me e kuptu. Po del një rrugë e re. Kjo pastaj nuk është vetëm një zbulim i thjesht, po ndikon në ekonomi, ndikon në politikë dhe në çdo sen. Fillon do të thonë një ekonomi e re, sidomos Spanja, Portugalia, më vonë Holanda, më vonë Britania dhe Franca, fillon kolonializmi. Që është edhe sot shkencat islame, njëna për shkencat sociale, njëna për kritikave që
duhet më apo shkenca sociale që është e pa punuar globalisht e kam fjalën, është që kjo ndikimi i kolonializmit në ndërtimin e modernitetit edhe ati që sot na njohim si perëndim. Çka ka tjetër te moderniteti? Revolucionet shkencore. Ajo që e njohëm me Kopernikun 1453 me Galileun, edhe me Newtonin që kulmon me Newtonin, është një botë e re shkencore, mo shkenca ndryshon, është diçka këtë tjetër, nuk është ajo e vjetra. Çdo sen ndryshon. Nuk ndryshon vetëm vendosja e qiellit në qendër edhe tokës. So vetëm mo kalojmë në sistemin heliocentrik, por ky nuk është një ndryshim i vogël. Është diçka një shkencë komplet e re. Fillon ku vinë të Newtoni flasin për ligjin e gravitetit, për fizikën mekanike, edhe suksesin e shkencës edhe teknologjisë në botën moderne që e dominon pastaj çdo sen. Po mundona me kry shpejt. Kur flasim për modernitetin, flasim për shtetin modern. Shteti ka pasur edhe para modernitetit, po nuk janë të njëjtat. Shteti modern është këtë diçka tjetër. Në thelb është këtë diçka tjetër. Nëse do me kuptu që tensionin mes shtetit modern edhe islamit, është një libër i bukur i Wael Hallakut, The Impossible State. Ja vlen me lexu. Po flasim në aspektin ekonomik, po flasim për kapitalizmin, edhe për revolucionin industrial. Revolucioni industrial është ndoshta ndryshimi më i madh, hiç pa ndoshta, që i ka ndodhur njerëzimit prej kalimit nga jeta nomade në jetën sedentare, shqip visari mas mi në stam kishni mu. Pra, revolucioni i bujqësisë, edhe pas tina, gjithë këtë ndryshime tjera janë gati më të vogla se sa ndryshimi industrial, sa i përket aspektit material të fjalës. Ku nuk ndodh vetëm një ndryshim i vogël ekonomik, ndodh çdo sen. Se me revolucionin industrial ndryshon ekonomia, ndryshon demografia, kur na nuk jena 95% e shoqërisë në katon, në fshat, po kalojmë qytet. Kur kalojmë qytet, në fshat nuk e lëna vetëm familjen ose nuk e lëna vetëm të kalurën, po lëna prej jetës komunitare në jetën individuale. Prej jetës të cilën kemi kaluar në komunitet, me fe, me tradit, kalojmë në një qytet tjetër ku jemi si individ në qytet. Nuk jemi djali filanit, kushërinit të zaki atij. Pavarësisht në Kosovë vazhdon kjo, po paramendojmë veten në Londër shekullin 19. Edhe ndryshojnë shumë sene tjera, që kanë bënë me kapitalizmin. Ku kapitalizmi ta kemi qartë, nuk është tregti. Tregtia ka ekzistuar gjithmonë. Mirë, po kapitalizmi është diçka më shumë se sa tregtia, është diçka më i komplikuar, edhe më ndryshe se sa tregtia që ka qenë më herët. Nuk po du me zgjat më shumë, mirë, po ajo që po du me thonë është bota moderne është botë e re. Në kondita të reja, edhe është sfide jashtëzakonshme për çat frameworkun, çat kornizën e cila është ndërtuar në dijet klasike islame, e për me përmbyll këtë në fund, që ato 3 shokët për cilat folëm në fillim, kanë prodhuar shumë çka, edhe moderniteti është një shok i jashtëzakonshëm për muslimanët. Duhet me kanë stoku. Edhe që ky shoku duhet me prodhu diçka. Duhet me na mundu, edhe duhet me na shti me mundu. Besoj që kemi nevojë shumë me diskutu, me fol për çdo sfidat e modernitetit, se vetëm duke i diskutu mundna me ardhë me përfundime, apo s'paku me mundu me gjetë përgjigjet. Unë e di që e zgjata shumë, 65 minuta vërtetësisht ku kam bë. Nëse keni ndaj kritik fillimisht, ndaj koment, pyetje, kisha pasur me diskutu më gjatë, një në vitën tjetër. Faleminderit edhe një herë dhe kërkoj falje për zgjatje.